Deputetët e Partisë Demokratike duket se u gjendën të befasuar në protestën e së premtes, ku pan një rritje të agresivitetit të policisë ndaj tyre, një agresivitet që ata janë në gjendje ta matin dhe ta analizojnë, sepse kanë krijuar tashmë një lloj eksperiencë të gjatë me sjelljen e policisë në përplasje të tilla. Ishte i dukshëm një guxim i tepruar i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat këtë herë përdorën menjëherë sprajin djegës ndaj drejtuesve të PD-s. Në protestat e mëparshme kishin duruar edhe sharje, ndonjë shtyrje më të fortë, madje edhe ndonjë përplasje fizike. Këtë herë jo. I qorruan me spec djegës apo u afruan. Pas këtij agresiviteti që deputetët e PD-s qartazi nuk e prisnin në këtë nivel, drejtuesit e opozitës ju vërsulën në media kreu të ri të policisë Skënder Hitaj, dhe kjo është e kuptueshme sepse ai është sot përgjegjësi kryesor i strukturës që zbatoi operacionin e sipas të gjitha gjasave e ndoqi edhe personalisht zhvillimin e tij në terren. Megjithatë, urdhri për të rënduar dorën nuk duket se ka lindur tek Skënder Hita, ai duket se ka ardhur nga vetë Edi Rama, dhe me këtë sjellje të dhunshme, Rama nuk po kërkon aq të tremb opozitën apo të zbusë radikalët e PD-s, sesa të jap një sinjal për ndërkombëtarët, sepse gjithnjë më shumë krijohet bindja se në prapasken ka nisur një proces aktiv për të përgatitur fundin politik të Edi Ramës, një proces që duket se ka fazat e veta, ritmin e vet dhe një kompleksitet zhvillimesh që nuk shfaqen të gjitha menjëherë në sipërfaqe. I bindur se rruga që ka nisur nuk ka më kthim pas, Edi Rama duket se nuk po negocion më qëndrimin në pushtet, por mënyrën e largimit, jo ikje në vetvete, por formën e saj që të jetë sa më pak traumatike për të dhe për rrethin e tij. Negociata të tilla në forma të ndryshme i kanë tentuar edhe Sali Berisha me Ilir Meton, por siç ndodh zakonisht në raste të tilla, kur tratativat zhvillohen në distancë dhe me sinjale, skenari nuk ecën gjithmonë sipas dëshirës së palëve, ai pëson devijime, sepse secili përpiqet të fitojë sa më shumë terren. Në këtë kuadër Edi Rama po përpiqet t'u tregojë ndërkombëtarëve se ai është ende në gjendje të kontrollojë situatën dhe se nuk do ta lëshojë lehtë terrenin, me pak fjalë po bën të fortin, siç bëjnë shpesh autokratët në fund, të cilët largohen duke trashur edhe më shumë zullumin. Edhe vizita në Rom, edhe pjesëmarrja në samitin e Spanjës duken si pjesë e kësaj lëvizjeje. Rama po përpiqet të aktivizojë kontaktet e tij në Europë, me shpresën se dikush mund të ndërhyjë në ato qendra që sipas zërave në mazhorancë e kanë vendosur tashmë largimin e tij. Po në këtë qarqe, thuhet se Edi Rama po dërgon sinjale të shpeshta se e ka vendosur largimin nga politika dhe se po përgatit edhe figurën që mund ta pasojë. Dhe si për koincidencë, emri më i përfolur sipas Artse, Lea Ypi, ka dhënë një intervistë ku ka lëshuar një sinjal domethënës. Në intervistën për revistën prestigjioze Jacobin, Lea Ypi flet për një alternativë të re të kozmopolitanizmit të majt. Kjo është një ide që lexohet si distancimi i qartë nga politika e Trump dhe nga e djathta ekstreme, pikërisht ajo hapësirë me cilën Edi Rama ka flirtuar politikisht në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort, dhe në atë kamp krerët po bien njëri pas tjetrit. Me Orbanin fundi duket tashmë i dukshëm. Edi Rama po përpiqet ta shes lëkurën shtrenjtë, por gjasat janë që amnistia totale që ai kërkon të mos ndodh.